përfaqësuese të vetë grupit parlamentar të vetëvendosjes. Mu jam deklaru shkurt. Alternativa? Atëherë faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj, për konsistencën edhe tuaje në përcjellje të përpjekjes së 15 për konstituimin e kuvendit dhe përpjekjen e 5 për të votuar një komision për procedurë të votimit të fshehtë të deputetëve të kuvendit për zgjedhjen e kryetares së kuvendit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Po shihet që përderisa po vazhdon kjo përpjekje çdo 48 orë, në anën tjetër po vazhdojnë disa përpjekje jashtë kësaj ndërtese me mandat të deputetëve të kota, të pasuksesshme për të ndërhyrë procese të cilat shumë thjesht do të mund të kanalizoheshin dhe merrej vendimarrja e mirëfillt brenda kuvendit të konstituar, siç e pa me përpjekjen e dështuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për të ndiku tek tërheqja e vendimit të zyrës së rregullatorit për energjinë, një përpjekje e cila është për keqardhje, kur dikush megjithatë përvojë në legjislativ edhe në ekzekutiv, nuk e kupton saktë se nuk e ka të qartë vendimarrjen e një organi të pavarur ose rregullatorit të energjisë. Kjo është për fatkeqësi jo vetëm për formën se si po zhvillohet dinamika e vendimarrjes jashtë kuvendit, por edhe për vendimarrjen për brenda apo mos vendimarrjen e mos pjesëmarrjen e këtyre partive në proces të votimit. Tani tek pyetja juaj konkrete, po Kryeministri Kurti, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim, nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike, ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Zgjidhja është shumë e qartë. Ne kemi dhënë atë propozim, e kemi trajtuar në diskutim edhe me përfaqësues të partive politike kur kanë marrë pjesë dhe në takimet konsultative, kur i ka ftuar kryesuesi i seancës zotri Dehari, pastaj edhe kryeministri Kurti ka dërguar ftesë 2 kryetarëve të partive, edhe Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike për të njëjtin proces. Nënkuptohet që nënkryetar kanë 3 grupet më të mëdha parlamentare, në këtë rast i bie kryetarin dhe nënkryetarin Lëvizja Vetëvendosje dhe 2 nënkryetar tjerë, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike. Prandaj, ai propozim është themi në tavolinë dhe ai do duhej të trajtohej me seriozitet në mënyrë që të fillon pastaj rrjedhja e fateve për votimin e qeverisë. Që me një procesët për fora, edhe mos me qenë që këtë kanë të të shumë të kohën, që pojtim që me qenë këtë orë, me të gjuhë që pëndërpekët edhe me vazhdu me posë që përtuat të bërë. Po, nëse me ndoni se edhe për ne është arktu se kjo punë, dijeni se nuk është e shohim vetë, të gjithë kemi mbetur peng të një afati, i cili është i përcaktuar me rregullore të kuvendit, por në asnjë rrethon askush në një farë forme nuk e mendon se është situatë normale në të cilën ne duhet të bëjmë përpjekje të njëjta apo të vazhdueshme. Qëndrimi për të ndryshuar është i atyre që nuk po marrin pjesë në votim. Dhe unë shpresoj që kjo edhe do të konfirmohet, tashmë e dim megjithatë në mënyrën se si ishte shkruar kërkesa e një grupi parlamentar, të cilët nuk kanë nënkryetar të kuvendit, në këtë rast Aleanca për Armërinë e Kosovës për gjykatën kushtetuese, është e tillë që mund të mos jetë pranueshme, megjithatë i takon gjykatës të deklarohet për atë kërkesë, por që është shumë e rëndësishme të dihet roli dhe funksioni i secilit. Unë nuk e di pse prapë po e ritheksoj cili është misioni atyre që vinë edhe nuk marrin pjesë në votim. Për arsye se vota për kundër dhe abstenim është votë e cila është e përcaktuar qartë me gjykim gjykatës. Për këtë seancë, do të thotë për seancën konstituive. Ne vazhdimisht po e konstatojmë mungesë korumit, apo e shohim që nuk është ashtu. 115 deputet ishin, vetëm 57 kanë marrë pjesë në votim. Që i bie që drejt për drejt sot ka mund të ndryshohet kjo situatë. Nëse ata do të merrnin pjesë në votim me deklarimin e tyre për votën për kundër apo për abstenim.
Në fakt ne jemi duke votuar për zonjën Haxhiua, që këto 5 seancat e fundit, po të kalojmë prej kësaj situate. Do të thonë bllokimi mirë, po pajtohem që ata mund të mos pajtohen me votimin e fshet. Mund të kenë mendim tjetër. Edhe pse votimi i fshet mund të sjellte një rezultat tjetër. Po një rezultat tjetër për arsye se sipas edhe prezantimit edhe vullnetit të deputetëve të partive tjera, tregohet që ata nuk kanë kundërshti në raport me kandidatin, që nuk do duhet kishin as të tjerët, për arsye se nuk mund të përcaktosh kandidatin partisë fituese në zgjedhje. Ata po kërkojnë këtë. Njëjtë sikur se po e ripërsërisim për të 10ën herë që edhe ne nuk do t'i përcaktojmë kandidatët partive tjera për nënkryetar të kuvendit. Prandaj ata po e tregojnë mosbesimin në proces dhe në deputet të tyre. Nuk po e tregojnë ata besimin në një proces i cili do e zgjidhte këtë ngërç dhe do të fillonim të merreshim me probleme të cilat me të vërtetë na takon të merremi dhe për cilat kemi kërku votë. Çka unë mund të deklaroj në këtë rast, ose çka më është e qartë për mua në këtë moment, është që ka vullnet për të votuar zonja Haxhiu nga përfaqësues të subjekteve të cilët nuk do e bëjnë këtë me presionin e subjekteve të tyre. Në rast se të gjitha subjektet janë të bindur për votën e deputetëve të tyre, nuk do të kishin asnjë problem për këtë proces votimit. Pastaj ekziston edhe një mundësi tjetër, që e kemi thënë edhe atë, nëse kanë kundërshtim me procesin, le të kryhet si procedurë dhe pastaj le ta kontestojmë kudo që njëjtë sikur se e kontestuan tani këtë fazë të procesit në gjykatën kushtetuese. Po Marigona. E pesta, po. Mirë. Partisë së vetë. Po. Për arsye se kemi mbetë në një pikë të rendit të ditës, në të cilin po konstatohet mungesë e kvorumit vazhdimisht. Po them edhe një herë, edhe para 2 dite, 48 orë më herët këtu e kam përsërit. Le të votojnë kundër, sot kanë mund të alzojnë këtë propozim. Sikur të merrnin pjesë në votim. Kjo pikë duhet të kalohet. Nuk mund të ngjecim në këtë pikë. Do të thënë, sikur të fillon diçka tjetër, atë do të jetë ndryshimi i rendit ditës pa një përmbyllje të kësaj pike. Është vendosur nga kryesuesi i seancës, nuk është vendosur nga unë, as nga ne, është vendosur nga kryesuesi i seancës me një vendim që mund të lehtësohet votimi ose vendimarrja në një procedurë e cila edhe parashihet, edhe me rregulloret e kuvendit, edhe me procedurat të cilat janë të parapara me gjykim gjykatës kushtetuese për seancën konstituive. Po ftesat nuk I ka dërgu kryeministri Kurti, I ka dërgu presidentja Osmani, prandaj formatin e takimit e ka caktuar presidentja dhe në atë format besoj që ka ftu drejtuesit e partive politike që janë të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo koalicionet në grup siç janë listuar pranë Komisionit Qendror Zgjedhor me pjesëmarrje në zgjedhje. Prandaj ai format është I përcaktuar nga zyra e presidentes dhe në atë format merr pjesë edhe kryeministri Kurti, kryetari I lëvizjes, vendosin si përfaqësues si deputetëve dhe natyrisht I listës së përbashkët me të cilën kemi garuar. Nismën e përfaqëson besoj zoti Haradinaj në këtë takim në rast se ka shkuar në atë format të ftesës.
procedurës në kuvend. Po, negociatat politike nënkuptohet që janë në mes të subjekteve politike për qeverisi, nuk ndodhin ato në zyrën e presidentes. Diskutimi për zhblokimin e situatës për seancën konstituive. Jo për, do të thënë, proceset që do pasojnë. Okej, ju falenderit shumë. Ishte deklarimi i Muza Kusari Liles që e konfirmoi se Kryeministri i detyrë kryetarive të vendosjes Albin Kurti do të marrë pjesë pra në konsultat e iniciuara nga presidentja Osmani, por jo për marrëveshje politike, por për zhbllokimin e ngërçit në konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Konfirmoj presidenti që marrëveshja politike duhet bëhet me subjekteve politike, por jo tek presidentja e cila duhet të angazhohet pra për zhbllokimin e ngërçit në Kuvend. Po vazhdojmë aty ku metëm tek për para se të kthehemi te zonja Kusari dhe tek ajo që Aleanca e ka dërguar në gjykatë kushtetuese ka të bëjë vetëm me ndryshimin e procedurës së votimit në mes të procesit. Pavarësisht epilogut që të jep gjykata kushtetuese, nëse palët vazhdojnë të kenë këto pozicione, përsëri nuk e zgjidh problemin e blokadës, për shkak sepse tash thelbi është një partia fituese a ka të drejtë në mënyrë të vazhdueshme ta nominojë të njëjtin kandidat pavarësisht të refuzimeve të vazhdueshme. Kjo është pyetja kryesore politike sot që po e man peng këtë situatë dhe që gjykata kushtetuese nuk do t'ja përgjigje pikërisht në këtë pyetje. Ka shumë vende, është përmendur se si shumë demokraci parlamentare, partia fituese i nominon 3 emra në të njëjtën kohë, me qëllim që të mos monopolizohet ky proces, por ne nuk e kemi ashtu dhe jemi brenda këtyre rrethonave bazë të kësaj situate. Tjetra ajo që deklaroi, do thotë është lëvizja vendosje në mënyrë të vazhdueshme tash po tenton që refuzimin e zonjës Haxhiu të mos e paraqes si refuzim, si dështim që ajo për të zgjedhur, por si refuzim të deputetëve të subjekteve tjera për ta ndruar procedurën e votimit. Nuk është mund pra dështim për kalimin e procedurës së votimit, ajo tha se kështu ka vendosur kryesuesi, mirë po e këtu tash gjykata kushtetuese mbase mund të jap një rekomandim që kryesuesja ka të drejtë ta ndrojë modelin për cilin e ka përgatitur ish kryesia paraprake e Kuvendit Kosovës. Sepse caktimi i seancës konstituive është bërë nga ish kryeparlamentari Konjuca me përfaqësues të subjekteve politike dhe në bazë të asaj që është vendosur në atë mbledhjen parapërgatitore, a ka drejt kryesuesi i Kuvendit që të intervenojë dhe ta ndrojë atë që e kanë vendosur paraprakisht ish kryesuesja ish krye. Këtu unë jam i bindur që sipas bindjes time nuk besoj që ka drejt ta bëjë një gjë të tillë, nuk ka drejt ta ndrojë atë që është e paracaktuar nga ish kryesia e Kuvendit dhe për më shumë meq nuk po kalon kjo. Po thuhet që është po ashtu e përmendur si e drejtë kushtetuese dhe votimi i fshet, meq nuk po kalon kjo nuk po e merr numrin mjaftueshëm të deputetëve, a ka drejt kryesuesi i Kuvendit ta ndërpres seancën dhe t'ja u mohoj një të drejtë tjetër kushtetuese deputetëve për të votuar, sepse nuk është e vërtetë që deputetët nuk po votojnë për nominimin e zonjës Haxhiu. Ata nuk janë duke votuar, një pjesë e deputetëve nuk janë duke votuar vetëm për ndryshimin e procedurës. Është arsyetuar se mund të konsumohet shkelje kushtetuese. Haxhiu kemi pas 47 vota kundër, 57 për. Kur është në pyetje kandidati i lëvizjes vendosje, deputetët janë përgjigjur detyrimit të gjykimit të gjykatës kushtetuese me pjesëmarrje kundër, për apo me abstenim, por ata nuk janë duke marrë pjesë vetëm në këtë që e konsiderojnë vendim dhe ndryshim arbitrar nga kryesuesi i Kuvendit në kundërshtim me atë që paraprakisht është vendosur se si duhet të shkojë puna e konstituimit të seancës plenare të Kuvendit të Kosovës. Edhe fundit, cili mund të jetë për roli i presidentes? Pra po thuhet që vetëm për zhbllokimin e ngërçit në Kuvend, jo për marrëveshje politike, atëherë nëse a mund të ketë kërkesë ndaj vendosjes që ta ndryshojë emrin e kandidatit, me partitë e tjera kanë thënë se do ta votojnë një emër tjetër të lëvizjeve të vendosjes për kryeparlamentar. Po, dëgjoj, mund të ketë kërkesa, sepse kërkesa të tilla i kanë bërë edhe subjekte të tjera politike, mirë po nuk është mandatin e saj që ta detyrojë, ta obligojë lëvizjen me vendosje ta ndërmarrë një veprim të tillë, sepse kjo është në vullnetin e saj politik, kështu që janë këto arsye që unë thash në fillim të këtij emisioni që jam pesimist dhe skeptik që mund dalë diçka pozitive nga ky takim konsultativ, sepse vetë fjala po quhet takim konsultativ për situatën në cilën ndodhemi. Kjo është vetëm
situata mund dilet vetëm nga veprimi i forcave politike në kuvendin e Kosovës, ose eventualisht nëse gjykata